Task Forca e turizmit në letër. Vlora përballet me krizë menaxhimi gjatë sezonit turistik. Prefekti Nesturi pa masa konkrete në terren. Qytetarët dhe turistët ndihen të braktisur. Vlora po përjeton kulmin e sezonit turistik, por përballë fluksit të vizitorëve dhe nevojave në rritje, institucionet përgjegjëse duket se kanë zgjedhur të heshtin. Prefekti i Qarkut Plator Nesturi, një herë as drejtuesi i Task Forcës ndërinstitucionale për turizmin, deri më sot nuk ka ndërmarrë asnjë veprim konkret për të përballuar sfidat që rëndojnë mbi qytetarët dhe mbi imazhin e tij turistik. Mungesa e ujit të pishëm në disa lagje të qytetit është kthyer në një problem të përsëritur dhe tejet shqetësues që thellohet ndjeshëm gjatë muajve të verës. Ndërkohë, panorama e mbeturinave që grumbullohen në plazhe dhe rrugët kryesore i jep Vlorës një pamje alarmante dhe të padenjë për një destinacion turistik. Operatori i pastrimit nuk arrin të përballojë dot fluksin, ndërsa shërbimet mbeten sporadike dhe në shumë raste jo efektive. Në janar të 2025 me vendim të Këshillit të Ministrave, Plator Nesturi u emërua prefekti i Qarkut dhe mori drejtimin e Task Forcës për turizmin, një strukturë ndërinstitucionale që përfshin Bashkinë e Vlorës, Policinë e Shtetit, Inspektoriatin e Turizmit, ISHP-n, Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe autoritetet të tjera. Synimi i kësaj Task Force ishte të garantonte një sezon turistik të sigurt, të pastër dhe të organizuar. Në mënyrë të veçantë, kjo strukturë ka për detyrë të sigurojë një përvojë cilësore për turistët, të sigurim publike, cilësinë e shërbimeve dhe pastërtinë në Bregdet, si dhe të promovojë një turizëm të qëndrueshëm dhe gjithvjetor në Vlorë. Por të gjitha këto qëllime për momentin duken të shkruara vetëm në letër. Mbledhjet e zhvilluara deri më sot janë kufizuar në deklarata formale, ndërsa masat e parashikuara në rregullore, si vendosja e kordonëve ujor, kontrolli ndotjes akustike apo ndalimi i stacioneve të palicencuara, nuk kanë marrë asnjë zbatim real. Në rregulloren e Task Forcës janë të përcaktuara qartë detyrat si kontrolli i licencave të stacioneve të plazhit, vendosja e kordonëve ujor dhe tabelave sinjalizuese, monitorimi i ndotjes akustike, verifikimi i kushteve sanitare dhe grumbullimi i të dhënave nga institucionet pjesëmarrëse. Por asnjë prej tyre nuk është vënë në zbatim, duke shfaqur një dështim të plot institucional. Ndërkohë që problematikat rëndohen çdo ditë, institucionet vendore nuk kanë paraqitur asnjë plan të qartë emergjent apo ndërhyrje konkrete për të frenuar përkeqësimin e situatës. Heshtja e prefektit dhe mungesa e transparencës ka shtuar dyshimet për funksionimin real të Task Forcës dhe për përgjegjshmërinë e drejtuesve të saj. Operatorët turistik dhe qytetarët janë të lënë vetëm përballë pasojave, papastërtitë, mungesa e informacionit dhe mungesës së shërbimeve bazike, ndërkohë që institucionet që duhet të jenë në terren mungojnë pas një shpjegim. Në një moment kur Vlora ka nevojë urgjente për veprim të koordinuar dhe menaxhim të përgjegjshëm, mungesa e reagimit nga Task Forca dhe nga prefekti Nesturi po e zhyt qytetin në një krizë të thellë që kërcënon jo vetëm imazhin aktual turistik, por edhe perspektivën afatgjatë të zhvillimit të qëndrueshëm në këtë sektor.